Po patjetër, prova e vërtetë. Pra, i lëm goditjet spektakolare, dosjet, frazat që kanë dalë nga dosjet, po tani janë do vjetë në prove rëndësishme është, pra këto janë procese të cilat ka nevojë për një konkluzion, ka nevojë për gjyqje, ka nevojë për përfundime, nuk mund të vazhdojnë kështu gjithkohës të zvaritin apo ku diun se çfarë. Dhe sigurisht që është një provë e rëndësishme për SPAK-un se si do të përfundojnë këto gjykime, çfarë vendime do merresh, a do kenë sukses apo jo. Se nëse pasaj të gjitha këto hetimet, akuzat, paraburgimet e tjera, përfundojnë të gjitha në një flusk sapuni, po themi kështu, pa një rezultat apo pa një konkluzion, atëherë këtu pastaj janë bërë lojra politike, nuk ka bërë procese gjyqësore. Nëse vërtet nuk ka një produkt nga këto gjyqjet të politikanëve të rëndësishme në Shqipëri, atëherë këtu pastaj kanë qenë thjesht instrumente dhe gjyqje politike, që unë nuk i besoj, drejt me thënë. Por, le ta shohim, janë realisht një provë e rëndësishme të gjitha gjyqjet ndaj politikanëve të rëndësishëm. Nuk po them, kur them provë, nuk po them që do t'i arrestojnë apo jo, do t'i dënojnë apo jo. Produkt, cili do qoftë ai, pa fajësie, por që të ketë një produkt në fund fare, mos të jenë thjesht pasaj që këto pastaj janë bërë për ndikime të caktuara, për çështje politike, për lojra politike, qoftë midis mazhorancës dhe opozitës, apo qoftë edhe brenda pushtetit. Patjetër që janë një provë e rëndësishme. Dhe sa më shumë zvaritet, aq më keq bëhet. Pra, sa më shumë zvariten këto gjyqje, si thua, cedojnë të dyja pushtetet, dhe pushteti drejtësisë dhe pushteti politikës. Pra, dhe loja politike prishet, po themi kështu, po dhe reputacioni drejtësisë, i SPAK-ut e GKO-s ulet. Përsa i përket pastaj, po themi kështu, raportimi të kreut të SPAK. Për mua, shiko, SPAK deri më sot i ka treguar, i tha dhe Beci, ka treguar disa shenja të mira në punën e vetë. Luftën ndaj korrupsionit, luftën ndaj krimit të organizuar, etj. Jo disa shenja të mira, po unë mendoj më të mirat që kemi pasur ne në 35 vite tranzicion. Çështja nuk është më çfarë do bëj SPAK-u. Ktu çështja është çfarë do bëj politika me SPAK-un. Edhe ajo deklarata që tha zoti Brau, që ne nuk e kemi problem retorikën, thelbi është ky, që ne nuk ndikohemi nga politika, ndikohemi vetëm nga ligjet që bën politika. Ky është e kuptimi i asaj që tha zoti Brau. Ne kemi dhënë provën dhe SPAK-u e ka dhënë provën sipas tij që nuk ndikohet politikisht, por ligjet që aprovon politika patjetër që mund ta ndikojnë punën e SPAK-ut. Unë gjykoj Erla që është vërtetë që për SPAK-un është për Braun, për kreun e SPAK, s'ka problem që Sali Berisha i thot s'ka etj. S'ka problem nëse dhe Rama bën kritikat e veta për prokurorë, po ama hyn në ligj. Unë mendoj, siç e kam pasur mendimin tim, që politika shqiptare do ta, po përdor një term, neutralizoj, po themi, në kuptimin politikën penale të SPAK-ut për sa i përket hetimit të politikanëve dhe të pushtetarëve. Të gjitha shenjat janë, të gjitha diskutimet publike janë. Kishte një pikë kthese në rastin Ballukut të mazhorancës dhe Edi Ramës në raport me SPAK-un, pavarësisht se ata nuk e pranojnë, thonë vetëm jo ne e mbështesim, por pika e kthesës e kryeministrit Partisë Socialiste raport me SPAK-un ishte në rastin e zonjës Balluku. Në këtë kuptim unë gjykoj që kushtet që politika të ndikojë në SPAK nëpërmjet ligjeve janë të gjitha për ta neutralizuar, për të hequr këto masat e paraburgimit, për të bërë një drejtësi cilësore, po themi kështu, me standarde e tjera me radhë. Se kur do t'i arrijnë, se kur jo, unë nuk e di, por unë gjykoj këtë gjë që... Se ti je nga ata besim plotët. Jo, unë mendoj Bështetësit, po them. Unë mendoj një... Ke qenë gjithmonë. Patjetër, po, jam akoma. Ideja është këtu që unë mendoj që kjo klasë politike dhe kjo strukturë, si që kemi konceptuar, menduar dhe si që shfaqër, nuk mund të bashkjetojnë të dyja. O do ekzistoj njëra o tjetra. O tjetra. Po pa tjetër. Nuk mund të bashkjetojnë. Se në qofse bashkjetojnë... Kush do eliminoj kë? Në qofse bashkjetojnë... Politikën apo politika SPAK? Në qofse kjo politikë, kjo klasë politike bashkjetojnë me këtë strukturë, do të thotë që nuk po e bëjmë punën si që duhet. Kështu që në këtë kuptim, o njëra o tjetra frika ime është që këta që janë në pushtet do t'ja dalin të mbjetojnë këta dhe jo SPAK. Dhe jo SPAK-u. Bledi? Jo, sot zoti Brau ka raportuar për një periudhë të SPAK-ut të cilin nuk e ka drejtuar ai. Po, e ka drejtuar Dumani, dakor. Ajo që kemi dëgjuar sot janë rezultatet e Altin Dumanit.
të mira, të këqija, diskutueshme. Për mua puna e Altin Domanit ishte e suksesshme, qofse ne presim